Në 10 ditën e fundit të muajit qershor, Bashkia e Durrësit prezantoi plazhin e parë publik në qytet të pajisur me çadra dhe shezlong që ofroheshin falas. Nisma u mirëprit nga qytetarët, sidomos ata të moshës së tretë, që vit pas viti kanë frekuentuar rregullisht këtë hapësirë anore në shëtitoren Taulantja. Por kur kanë kaluar më shumë se 3 javë, që kur ky plazh publik u bë funksional, një problematik që meriton vëmendje është shfaqur aty. Muri rreth 100 ca çadra këtu dhe s'ka ngjyrur as gjysmë. Se si do dalim nga ky pozicion nuk e di. Janë paret tona, malli jon. Edhe ish ka të rëmbien në mëngjes e jemi në dep. Pjesë më të madhe të çadrave tepër vandal. Nuk e s'ke si ti thua tjetër. Nuk ka arsye ti thua një emër tjetër. Vandalizëm. Janë preshur dhe ka dhe abuzime me këto. Edhe për mosh gjiro. Dëmtimi i çadrave të plazhit publik është rasti i fundit vandal që regjistrohet në shëtitore përgjatë viteve, pasi raste të ngjashme janë shfaqur me skulpturat e parkut. Monitorimi i këtij plazhi me kamera sigurie që mbajnë logon e bashkisë duket se nuk i ka trembur elementët keqbërës, po ndërsa shpresojnë se kjo problematik do të marrë zgjidhje. Për frekuentuesit e rregullt të kësaj hapësire publike, nisma e pushtetit lokal është për t'u përgëzuar. Unë kam disa vite që e bëj këtu. Përpara kam bërë nga Surrila, tani për arsye moshe bëj këtu. Duke një gjë mirë. Falenderojmë bashkinë për këtë punë të mirë që ka bërë. Pa lek, jena të kënaqur si pensionista që jena, kena i çiknim. Shqipëria ka përparu, se këtu nuk ka qenë ajher plazh. Vitet përpara, po. Po tashti është rregullu i çik punë duhet. Kaq sa kanë bë, faleminderit se pensionisti me pensionin që merr nuk arrin dot ta pagojë shezllonin 5000 lek. Për mua është nisë mrekullueshme, për mua është ndryshim i madh fjalë. Ndryshim i madh. Nuk është për pacient elektriku deri këtu. Krahas vendasve, ky plazh publik frekuentohet dhe nga të huajt, që shprehen entuziast për ditët e pushimit që po kalojnë në qytetin bregdetar. For 7 days. Do të qëndrojmë 6 ditë këtu dhe po kënaqemi shumë. Oferta turistike është më e mira që kam parë ndonjëherë, ndërsa njerëzit dhe ushqimet janë shumë të mirë. Kur të kthehem në Gjermani do t'u them miqve të mi, vizitoni Shqipërinë. Më pëlqen jashtëzakonisht shumë vendi juaj. Kemi ardhur për herë të parë këtu. Vizituam edhe Tiranën, më pëlqeu shumë kryeqyteti juaj. Kolegja ime e ka vizituar Shqipërinë më parë dhe më rekomandoi të vi këtu. Edhe ajo ka mbetur shumë e kënaqur dhe me shumë mundësi do të rikthehemi. Prania e turistëve të huaj jo vetëm përgjatë vijës bregdetare, por dhe në sitet e trashëgimisë kulturore është një dëshmi më shumë se Durrësi vijon të mbetet një nga destinacionet më tërheqëse të Shqipërisë turistike.